Profesor Rozani, një fitore shumë e thellë në takimin e parë të play-offit ndaj ekipit rival Teuta. Çfarë ndodhi ky dominim kaq i madh? Mendoj që mas neshjes të fundit djemt e kanë nisi më shumë përgjegjësinë e neshjes ndaj Teutës, sepse patën vështirësi realisht neshjen e fundit në Durrës, sidomos në periudhën e tretë, që dum shumë në mbrojtje. Mendoj që sot kena dalë në fushë me një karakter tjetër, me një dëshirë tjetër për të luftuar dhe besoj u duk. Një Teutë që në fakt për Kupën e Shqipërisë ju mundi në Shkodër dhe duket se i morët revanshin duke e sfiduar se në takimin e parë të play-offit. Shiko, për momentin kena një problem shumë të madh në skuadër, që është një mungesë e rëndësishme Thomas, numri 0, një prej organizatorëve tonë, që e kena motor të skuadrës. Sot nuk u nis shumë kjo mungesë e tij, sepse në krahun tjetër kishin të dëmtuar edhe ato organizatorën e tyre. Dhe një farë mënyre të u balancu ajo mungesa jonë me mungesën e atyre u balancu. Unë nuk du të përqendrohem shumë të kundërshtari, me të thënë drejtën, du të përqendrohem të puna jonë. Kena një neshje shumë të vështirë, që do e luajmë shtunën në Durrës, dhe shpresoj që skuadra të dalin në fushë me këtë lloj karakterit që kishte sot, mos marrin asnjë gjë si të Mirkenën dhe luftojmë për çdo top siç luftojmë sot. Me afër kualifikimit, profesor? Ne jemi në play-off, jena kualifikuar. Jo, të tash jena një neshje përpara, por është shumë kollaj me të rrshit kama, sepse kush fiton 2 neshje është. Besoj që djemt i kena të karikuar dhe gati për me dhanë më të mirën e tyre. Profesor, në periudhën e 4 në fushë, 5 qa e 3-ve, 17-18 vjeçar, knasi e ardhmja vllaznisë. Jam shumë i lumtur për djemt që pata mundësi mi aktivizu, sidomos kur skuadra është në ritëm pozitiv dhe ato përjetojnë njësinë e të luajtunit në play-off, përjetojnë edhe njësinë e të luajtunit me pallat me tifoza, sepse është ndryshe me ekipin e moshave. Por edhe ato tash direkt mas nesh kanë një neshje shumë të rëndësishme tash, po prap me Teutën. Kështu që patën një farë nxemje. Shpresoj t'i ketë kariku për neshjen që do luajmë tani. Duke e konsideruar të kaluar Teutën, se me këtë diferencë në neshjen e parë. Asnjë gjë nuk është e garantuar. Sidomos te skuadra jonë, çfarë do gjërat mundet me një dëmtim që ta prish komplet ritmin. Ne do e marrim me maksimumin e seriozitetit, sepse është një ekip që ka treguar që mundet me na mujt. Na ka mujt në shtëpi, desh na mujti edhe në Durrës para pak ditësh, ku na banën 20 pikë rresht në periudhën e tretë, që e vujtëm shumë. Kështu që do e marrim me maksimumin e seriozitetit. Kjo ishte objektivi për këtë fazë play-off. Shpresoj objektivi është që neshjen e radhës të luajmë si sot. Dhe nëse neshjen e radhës luajmë si sot, atëherë do përgatitena për tjetrën, kushdo që tjetë. Ka forcë vllaznia për titullin kampion, profesor? Shpresoj shumë që me rikthimin në fushë të Thomas, bashkë me afrimin e Mërrit që kena bërë të shikohet e fundit, skuadra ka një stol shumë të fortë. Përgatitjen e kena goxha të mirë, kështu që nuk kena pse hym me qëllime tjera përveç se me fitu në çdo neshje. Suksese, profesor.